Mendoj që nuk duhet të shkosh kur shteti ka bërë të qartë që ka një blokad për arsye që ato kanë përgjegjësinë për ta vendosur. Nuk jam unë më i mendshmi me thonë që shiko, ti thu që ne nuk duhet të çojmë ushqime atje, sepse ti mendon që mund të ketë armë te kjo flotila që shkojnë. Unë mendoj që do shkojmë, se unë kam dashuri për atë popull të vuajtur. E kupton tash? Nuk të ndalon njëri të shkosh, por ama ligji dhe rregullat që ata kanë me të drejtën e tyre si qeveritarët e atij veni, do të thotë që do përplasësh kokën në një mur ligjor, një mur policor. Shikoj këto pamje, dakord. Kam kupton. Policor apo ligjor? Pra, se ligjor. Jo, unë me ty jam deri te pika që ti thua ligjor, që ti sfidon ligjet e një vendi. Po. Okej, do përballesh me ligjin. Po këto pamje nuk kanë përballje me ligjin. Shiko, aty ka ligje pastaj që mund t'i kapin edhe të thonë ta analizojmë a e bën mirë apo keq. Jo, unë po flas për këto që shikoj. Nëse ti e dëgjon çfarë thot ministri në fjalë, ai thot, Bibi thot na jep pak, më le mua këto dhe i çik më shumë kohë se sa duhet. Okej, dhe ky është një ministër që ka një linjë caktuar pak më agresive se të tjerët. Është zgjedhur nga populli. Patjetër. Mori nismën ligjore që kaloi nga Kneseti që gjithë ata që ushtrojnë akte terroriste ndaj izraelitëve dënohen automatikisht me vdekje. Pra le të themi, është dhe situata siç aty e caktuar në vendin e tij. Megjithatë, po ç'pun kam unë me Izraelin? Një sekond. Se këtu për shkakun mund vinë edhe të bëjnë protesta edhe të huaj edhe në Shqipëri për çështje të caktuara. Po kjo s'ka lidhje. Jo, ideja është një vend demokratik e lejon protestën. Po. E ndalon në kuptimin ligjor, pra thot ta lejoj deri këtu e kam ligjin unë. Po dhe Bakiu është i lirë, prandaj thashun Bakiu është i lirë. Kjo nuk është fytyra e ligjit. Urdhra? Kjo nuk është fytyra e ligjit to pa. Tash atë ta përcaktoj ligji se unë nuk merrem me çështjet. Ajo është e thjeshtë. Jo, ajo nuk është ligjore. Unë nuk po them që ta kanë bërë diçka të lishme. Pra ne po them, nuk e di. Po kanë qenë për aktivitet terrorist apo kanë qenë për aktivitet proteste etj. E di, është si ato pyetjet që na bëjnë ti në Amerikë. Merre, ktheje, futen në avion, ktheje në Shqipëri. E ke parasysh ato pyetjet që na bëjnë Thuaj nuk do shkelësh më në Izrael. Ato pyetjet që na bëjnë në Amerikë kur futesh. Ke ndërmend të bësh një akt terrorist? Sa do i them unë? Po. Kuptoj, pra nëse terroristit do me bëj një akt terrorist, do t'i thot policit, po, për nere kisha ndërmend tani, nuk e jam i sigurt. Kështu që nuk mund ta përcaktosh nga media dhe nga pamja nëse ka qëllime të brendshme. Kjo është video e vetë ministrit, të ta themi, nuk e kanë xhiruar këta se këta kanë qenë gjithë me kokën poshtë. Po kjo është një video e xhiruar nga vetë ministri, e publikuar nga vetë ai. Tashi ajo është çështje e dytë. Unë po flas për mikun tim bashkë për Bakiun. Okej, shqiptarin tim që mendon ndryshe nga unë për shkak të presionit mediatik të ndryshëm. Pra ne nuk kemi qenë duke pi kafe bashkë, duke bisedu bashkë, që ose të kishte binda i mu që ka drejt, ose ta kisha bindu. Po Bakiu mori vendimin në mënyrë të pavarur dhe iku. Pra jemi të përçarë në ditët e sotme në Shqipëri, jemi në influenca të ndryshme dhe nuk po shoqërizohemi siç duhet të shoqërizohemi dhe ka rrezik të madh përçarje dhe sjellje e luftës nga jashtë mrena. Ky është problemi që unë shoh në këtë rast. Unë nuk shoh asnjë përçarje. Është krejt normale që ne të mendojmë ndryshe. E shoh projekcion faktin që ju mendoni se unë do ju marrin atë se mendoni ndryshe nga unë. Më vjen keq po të marrësh. Ne siç u takuam me buzëqeshje kur u takuam fillimisht, do ndahemi gjithashtu me buzëqeshje kur të ndahemi në fund. Ashtu do doja. Këtë ta siguroj. Për këtë jam garantun. Për këtë jam garantun. Se sot është edhe ditë feste. Më megjithatë, të kthehemi te flotila. Ju pretenduat që është ndaluar të shkosh në Gaza, sepse po kush e ndalon? Ligji. Shteti. Ligji i kujt? I shtetit. I shtetit Izraelit. Izraeli nuk ka jurisdiksion në Gaza. Izraeli e ka Gazën të pushtuar, sipas ligjit ndërkombëtar, pa drejtësisht, ilegalisht. Pra, Izraeli, në këtë rast, po thyen ligjin ndërkombëtar. Ne si aktivist detyrohemi të ndërmarrim një veprim të tillë për të sfiduar blokadën e palishme të Gazës, sepse shtetet nuk o bëjnë gjë. Detyrohemi ne si njerëz të përgjegjshëm, ndoshta me ndjeshmëri më të lartë sepse pjesa e tjetër e shoqërisë, pa e akuzuar as pak
pjesën tjetër të Nuk shoqërisë. ofendohem. Jo për ju, por po flem për Për shokët e mi. për shoqërinë në tërësi. Do ja nxjerr sondazhet dhe pastaj komentojnë vetë. Ndjeshmëria ndaj çështjes Gazës nuk është e njëjtë. Unë kam zgjedhur që të jem i mirë informuar për çështjen e Gazës. Edhe unë. Po. Pra, vendimi për të sfiduar blokadën e jashtëligjshme është vendim i bazuar në ligjin ndërkombëtar. Ne kemi justifikim të plot moral dhe ligjor që ta sfidojmë këtë blokadë. Në mungesë të veprimit të qeverive. Ky është dështimi i qeverive. Flotelja është në vetvete një dështim i qeverive për të ndaluar një genocid më të dokumentuar në historinë e njerëzimit, të cilin e kemi parë live. Mirë, po nga ana tjetër duhet pranosh të një gjë tjetër, që ajo që ndodhi në 6 tetor është terrorizëm i pastër. Kjo është për të diskutuar. Nëse ti vret 3.000 civil, se e vrarë civil. Nuk janë vrarë 3.000 civil, gjithë të vrarët janë 1.400. 1.200 e kanë ullur, sepse 200 dolën që ishin palestinezë. 1.200? 1.200. Nga këta 1.200, sa ishin ushtarë? Ka pas shumë civil të vrarë. Në propocion, me të vrarët... Në moral. Do më lejosh ta mbaroj. Në propocion, të vrarët civil në Palestinë janë shumë fish. Më shumë se sa të vrarët civil në sulmin e 7 tetorit. Tani unë jam dakord që të dyja këto sulme t'i quajmë terrorizëm. Ju në editorial e quajtë terrorizëm 7 tetorin dhe aksion ushtarak genocidin. Unë jam që t'i quajmë të dyja terrorizëm nëse do përdorim të njëjtin metër moral. Për ndryshe, pastaj do e diskutojmë se ku fillon sulmi ushtarak dhe ku mbaron terrorizmi. Po, ku ndahet. Duhet ta diskutojmë, edhe duhet ta ndajmë. Në ti përmend media dhe media dhe IT. Nuk është dakord në fillim, apo kam një qasje të ndryshme, është që nuk e pranoj faktin që mos të globalizohemi. Pra jemi pjesë e botës, edhe Duam s'duam. Ne jemi globalizuar. Për më tepër nga feja.